Unaza që ndaloi zemrën e miliarderit. Askush nuk e kishte parë ndonjëherë Arben Kelmendin të ndalonte në mes të hapit. Ai ishte njeriu që ecte gjithmonë përpara, në biznes, në jetë, në vendime. Një miliarder i ndërtuar nga hiçi. Pronari perandorive financiare. Njeri që firmoste kontrata miliona eurosh pa i dridhur dora. Por atë mëngjes diçka ndryshoi. Ishte një mëngjes i zakonshëm në vilën e tij madhështore, mbi kodrat e Tiranës. Dritaret e mëdha prej xhami pasqyronin qytetin, ndërsa dielli i butë i vjeshtës përhapej mbi mermerin e bardhë. Vila ishte e heshtur, si gjithmonë një heshtje luksoze, e ftohtë, pa zë njerëzor. Arbeni po zbriste shkallët për të shkuar në zyrë, kur vuri re një vajzë të re që po pastronte sallonin. Ajo ishte shërbyesja e re, e thjesht, flokë të erë të lidhur pas, uniform gri pa asnjë zbukurim, asgjë e veçantë në pamje, ose kështu dukej në fillim. Por ndërsa ajo u përkul për të marrë një gotë nga tavolina, diçka shkëlqeu lehtë në dorën e saj të majtë. Një unaz e vjetër, e thjesht, me një gdhendje të çuditshme anash. Arbeni ndaloi frymën. Zemra ju drodh. Jo, kjo s'është e mundur, mendoi ai. Ai u afrua ngadalë, sikur kishte frikë se po ëndëronte. Sytë e tij u ngulën tek ajo dorë, tek unaza. E njihte më mirë se çdo send tjetër në botë. Një kujtim i varrosur thellë në varfëri. Papritur, mendja e tij u kthye 30 vite pas. Një lagje e varfër, shtëpi të rënuara, rrugë me baltë, një jetimore pa ngrohje. Arbeni ishte vetëm një djalë i vogël jetim, me rroba të grisura dhe barkun bosh. Askush nuk e donte, askush nuk e priste në fund të ditës, por ishte ajo, Elira, një vajzë e vogël, pak më e madhe se ai, jetim të dy shpirtra të humbur që ndanin një copë bukë dhe një batanie të vjetër. Një natë dimri, kur Arbeni dridhej nga i ftohti dhe frika, Elira ia dha diçka nga xhepi i saj. Mere këtë, i tha. Çfarë është? Unaza e mamas sime. Më tha ta ruaj për ditën kur dikush të më doj vërtet. Arbeni e pa i habitur. Pse ma jep mua? Sepse ti s'ke askënd, dhe unë s'dua të jesh vetëm. Ai e shtrëngoi unazën në dorë, dhe, me zërin e një fëmije që s'dinte ç'ishte bota, tha fjalët që do ta përndishnin gjithë jetën. Kur të rritem, do të bëhem i pasur, dhe do të martohem me ty. Elira qeshi, një buzëqeshje e pastër, pa pritshmëri, por jeta i ndau, një adoptim, një transferim, një zhdukje, dhe premtimi mbeti i varrosur. Kthim në realitet. Zonjush, zëri i Arbenit u dëgjua i ashpër, por i dridhur. Vajza u kthye e trembur. Po, zotëri, ai tregoi drejt dorës së saj. Nga e ke atë unaz? Ajo instinktivisht e mbuloi me dorën tjetër. Është e imja, tha me zë të ulët. E kam që fëmijë. Arbeni u afrua edhe më shumë. Syt i shkëlqenin. Si quhesh? Elira. Bota u ndal. Ai u mbështet pas murit, sikur dikush e kishte goditur. Elira, përsëriti ai me zë të mbytur. Ajo e pa e hutuar. Nuk e njihte. Për të, ai ishte vetëm një miliarder i ftohtë, punëdhënës i largët. Zotëri, a kam bërë ndonjë gabim? Pyeti ajo e friksuar. Arbeni mbylli syt për një çast. Para ti nuk ishte më shërbyesja. Ishte vajza që i kishte dhënë shpresë kur s'kishte asgjë. Por ajo nuk e njihte më. Një e vërtet që s'mund të thuhej ende. Ai e dinte se nuk mund t'ia thoshte menjëherë. Si t'i thoshte një vajze të varfër, se ai ishte fëmia që kishte premtuar martesë. Si t'i shpjegonte se ajo unaz ishte qelësi i zemrës së tij. Jo, nuk e bëra asgjë gabim, tha ai më në fund. Mund të vazhdosh punën, por ndërsa largohej, një mendim i vetëm i pushtoi mendjen. E gjeta, por a është ende e imja? Në zyrën e tij luksoze, Arbeni nuk punoi atë ditë. Ai shikonte unazën në mendje. Fjalët, premtimin, dhe për herë të parë pas shumë vitesh, miliarderi ndjeu diçka që parat nuk mund ta blinin. Frikën se mos ishte vonë. Vajza që nuk e dinte se ishte premtimi i jetës së tij. Elira nuk e kuptoi pse zemra i rrite aq fort, teksa u largua nga salla atë mëngjes. Duart i dridheshin lehtë, ndërsa shtrëngonte karrocën e pastrimit. Ishte mësuar me punë të rëndë, me urdhra të ftohtë, me njerëz që mezi e shihnin në sy. Por Arben Kelmendi nuk e kishte parë si të tjerët. Ai e kishte parë sikur ajo i kishte marrë frymën. Çfarë po ndodh me mua? Pëshpëriti ajo.
Në gjithë vilën flitej për të. Miliarderi i akullt, burri që nuk buzëqeshte kurrë, që nuk fliste me askënd pa arsye. E megjithatë, sot ai ishte ndalur vetëm për unazën e saj. Një unaz që mbante më shumë se metali. Elira e hoqi unazën dhe e shikoi me kujdes. E kishte që fëmijë, e vetmja gjë që i kishte mbetur nga nëna, e cila kishte vdekur kur ajo ishte vetëm 7 vjeçe. Babai nuk dihej ku ishte. Jeta e kishte çuar nga një jetimore në tjetrën, nga një derë mbyllur në një tjetër. Por unaza ishte gjithmonë aty, në netët kur qante, në ditët kur kishte uri, në momentet kur mendonte të dorëzohej. Nëna i kishte thënë vetëm një fjalë para se të mbyllte sytë për gjithmonë. Kjo unaz do të çojë tek fati yt. Elira nuk e kishte besuar kurrë. Deri sot, një vëzhgim i heshtur, që nga ajo ditë Arbeni filloi ta vëzhgonte nga larg, jo si pronar, jo si shef, por si një njeri që kishte frikë të prekte të shkuarën. Ai e shihte teksa pastronte me përpikëri, gjithmonë e heshtur, gjithmonë e përulur. Nuk kërkonte kurrë asgjë, nuk ankohej, nuk shikonte askënd drejt në sy. Ajo ende mendon se është vetëm, mendonte ai. Në një mbledhje me bordin drejtues, mendja e tij nuk ishte tek milionat, por tek vajza që hante drekën vetëm në kuzhinë, me një sanduiç të thjeshtë. Arben, a jeni dakord me marrëveshjen? E pyeti një nga drejtuesit. Po, u përgjigj ai mekanikisht, por zemra e tij ishte diku tjetër. E vërteta që s'mund të fshihej për gjithmonë. Një mbrëmje, ndërsa Elira po përfundonte punën, Arbeni zbriti përsëri në sallon. Elira, ajo u kthye me një herë. Po, zotëri, sa kohë ke që punon këtu? 3 muaj, u përgjigja ajo. Dhe para kësaj, ajo uli syt. Kam punuar gjithkund në restorante, shtëpi private, çfarëdo që më mbante gjallë. Ai ndjeu një thik në gjoks. Familja jote, nuk kam. Një heshtje e rëndë ra mes tyre. Mund të ulesh, tha ai papritur. Ajo u shtang. Nuk lejohet. Po ta lejoj. Elira u ul në skajin e divanit luksoz, sikur kishte frikë ta prishte. Arbeni e shikoi drejt në sy për herë të parë. A të kujtohet jetimorja, shpresa e vogël? Fytyra e saj u zbardh. Po, tha ajo ngadalë. Si e dini? Ai mori frymthell. Ka qenë edhe një djalë atje. I dobët, gjithmonë i heshtur. Zemra e saj filloi të rrihte fort. Po, kishte shumë fëmijë. Ky djalë, vazhdoi ai, një natë dimri mori një unaz nga një vajzë dhe i premtoi se do të martohej me të. Sytë e Elirës u mbushën me lotë. Këtë histori e di vetëm unë, pëshpëriti ajo. Arbeni u ngrit në këmbë, sepse ai djalë isha unë. Heshtje, koha sikur u ndal. Jo, Elira u ngrit në këmbë. Kjo është e pamundur. Unë jam ai jetim që ti e shpëtove nga errësira. Lotët i rëshitën pa kontroll. Ti je miliarderi, por para se të je miliarder, tha ai me zë të thyer. Jam djali që të premtoi martesë. Frika më e madhe e saj. Elira u tërhoq një hap pas. Mos e bëni këtë, tha ajo. Mos luani me mua. Nuk po luaj. Ju keni gjithçka, shpërtheu ajo. Unë jam askush. Jam shërbyese. Jam e varfër. Dhe ju? Unë jam ende ai djalë, e ndërpreu ai. Vetëm se me plag më të thella. Ajo i ktheu shpinën. Premtimet e fëmijëve nuk vlen, tha ajo me zë të dridhur. Arbeni u afrua. Por unaza jote vlen ende. Ajo heshti. Një kërcënim nga e shkuara. Atë natë, Elira u kthye në dhomën e saj të vogël në bodrumin e vilës. Por për herë të parë, nuk ndjehej e sigurt. Dikush po e priste jashtë. Elira, tha një zë mashkullor. Ajo u kthye e trembur. Kush jeni? Jam dikush që e di se çfarë unaze mban. Buzëqeshja i ftohtë. Largohu, tha ajo. Unaza nuk të përket ty, vazhdoi ai. Dhe Arbeni nuk është shpëtimtari yt. Zemra i rahu fort. Çfarë doni? Ta rikthejmë atë që është humbur, edhe nëse duhet të heqim nga rruga. Ai u zhduk në errësirë. Elira u mbështet pas murit, duke u dridhur. Nën, çfarë më la në dorë? Ndërkohë, në vilë, Arbeni ndjeu një ankth të papritur. Ai mori telefonin dhe thiri sigurimin. Mos e lini vetëm Elirën. Asnjëherë, sepse ai e dinte. Premtimet e varfërisë ishin të pafajshme, por e vërteta që po vinte do të ishte e rrezikshme. Sekreti i unazës dhe burri që donte ta fshinte premtimin.
Elira nuk fjeti atë natë. Çdo zhurmë i dukej si hap, çdo hije si kërcënim. Fjala e burrit misterios i jehonte në mendje. Unaza nuk të përket ty. Ajo u ngrit nga krevati i ngushtë dhe e mori unazën në dorë. Për herë të parë, nuk e ndjeu si mbrojtje, por si barr. Nëse kjo unaz ka sjell gjithë këtë, pëshpëriti ajo, ndoshta duhet ta heq. Por nuk mundi. Ishte sikur diçka e padukshme e mbante lidhur me të. E vërteta që Arbeni kishte frikë ta thoshte. Ndërkohë, Arbeni ishte në zyrën e tij private, me dritat fikur. Para tij qëndronte një dosje e vjetër, e zverdhur nga koha. Në kapak shkruhej vetëm një emër: Projekt Adoptimi 1995. Ai e hapi ngadalë. Brenda ishte e vërteta që e kishte ndjekur gjithë jetën. Arbeni nuk ishte adoptuar rastësisht. Ai kishte qenë trashëgimtar biologjik i një familje të pasur, por i zhdukur që në lindje për shkak të një lufte të brendshme për pasuri. Dikush kishte paguar që ai të përfundonte në jetimore. Dikush që më vonë kishte vdekur në rrethana misterioze. Dhe unaza e Elirës. Ajo nuk ishte thjesht kujtim. Ajo ishte prova e vetme që lidhte dy familje, dy fate dhe një krim të vjetër. Nëse ajo e mëson këtë, mendoi Arbeni, jeta e saj do të rrezikohet. Ai e dinte tashmë se burri misterioz nuk ishte rastësi. Burri nga hija. Të nesërmen, Elira po punonte në kuzhinë kur e pa përsëri. I njëjti burr, kostum i errët, sy të ftohtë, qëndronte jashtë portës, duke folur me një nga rojet. Ajo u fsheh pas murit, zemra i rahu fort. Pak minuta më vonë, Arbeni hyri me hap të shpejt. Elira, tha me ton të prerë, duhet të flasim. Tani, ajo e ndoqi në bibliotek. Ai burr është këtu, i tha ajo me njëherë. Ai më ka kërcënuar. Arbeni shtrëngoi nofullën. E dia, tha ai qetë, por zëri i tij ishte i rëndë. Quhet Adrian Voska. Kush është? Avokati i familjes që më humbi, ose më hoqi nga rruga, u përgjigj Arbeni. Dhe njeriu që kërkon unazën. Elira u ul, e tronditur. Pse unaza ime është kaq e rëndësishme? Arbeni heshti për disa sekonda. Pastaj foli, sepse ajo unaz ishte unaza e fejes së nënës sime. Elira ndjeu sikur toka ju hap nën këmbë. Çfarë? Nëna jote dhe nëna ime ishin motra, vazhdoi ai. Kur familja ime u shpërb, unaza u nda nga dokumentet. Nëna jote e mori për të mbrojtur. Atëherë Elira mezi fliste. Ne jemi. Jo, e ndërpreu ai me njëherë. Nuk jemi gjak, vetëm fate të kryqëzuara. Ajo mori frym me vështirësi. Atëherë pse ai më kërcënon? Sepse nëse ti ekziston e vërteta del në dritë. Një zgjedhje e pamundur. Duhet të largohesh nga kjo vilë, i tha Arbeni papritur. Do të dërgoj jashtë shtetit. Do të jesh e sigurt. Elira u ngrit në këmbë. Jo, Elira, kjo nuk është lojë. Unë kam ikur gjithë jetën, tha ajo me lot në sy. Nga jetimoret, nga varfëria, nga frika, nuk do të iki nga ti. Fjalët e saj e goditën fort. Po unë të rrezikoj, tha ai me zë të ulët. Ajo u afrua një hap. Ti je i vetmi që më ka parë ndonjëherë vërtet. Heshtje. Arbeni e kuptoi se betejë e vërtet nuk ishte me Adrian Vosken. Ishte me frikën e tij për të dashur. Sulmi. Po atë natë, energjia elektrike në vilë u ndërpre. Alarme, zhurmë, roje që vraponin. Elira, bërtiti Arbeni. Një figur u shfaq në korridor. Mbaroi loja, tha Adriani, duke nxjerr armën. Unaza ose vajza. Arbeni u vendos para Elirës. Mos e prek. Ti duhej të kishe vdekur vite më parë, buzëqeshi Adriani. Elira hoqi unazën nga gishti dhe bërtiti. Merreni, por më lini të lirë. Arbeni u kthye i tmerruar. Jo, por para se Adriani ta merrte, policia shpërtheu derën. Adriani u arrestua. Unaza ra në tokë. Arbeni e mori dhe ja vendosi përsëri në gisht Elirës. Këtë herë, tha ai me zë të dridhur, premtimi im nuk është i varfërisë, por i zemrës. Elira qau në krahët e tij, por historia nuk kishte mbaruar ende, sepse e vërteta sapo kishte dalë në dritë. Zgjedhja që nuk mund të blihej me para. Pas arrestimit të Adrian Voskes, vila nuk ishte më e njëjta, edhe pse dritat u rikthyen, edhe pse policia u largua dhe gjithçka duke e qetë nga jashtë. Brenda mureve luksoze bizotëronte një tension i padukshëm.
Ishte ai lloj tensioni që lind vetëm kur e vërteta ka dalë në dritë, dhe nuk mund të fshihet më. Elira qëndronte pranë dritares së dhomës së mysafirëve, duke shikuar natën. Duart i kishte ende të ftohta. Unaza ishte në gisht, por tani peshonte më shumë se kur. Kjo unaz po më ndryshon jetën, mendoi ajo, ose po ma shkatëron. Pasaj, dera u hap ngadalë. Arbeni hyri pa zhurmë. Ai nuk dukej më si miliarderi i pathyeshëm. Kostumi ishte hequr, këmisha e zbërthyer në jak. Sytë e lodhur nga një betejë që sapo kishte filluar. Nuk do të flas gjatë, tha ai me zë të ulët, por duhet ta dish gjithçka. Elira u kthye. Kam frikë nga ajo që do të dëgjoj, pranoi ajo. Edhe un kam frikë nga ajo që do të humbas, u përgjigj ai. E vërteta ligjore, çmimi i rikthimit. Arbeni u ul përballë saj. Avokatët e mi më kanë thënë diçka sot, filloi ai. Nëse unaza dorëzohet si provë dhe historia konfirmohet, unë rrezikoj gjithçka. Çfarë do të thotë gjithçka? Pyeti Elira. Perandorin time, tha ai pa e zbukuruar. Kontratat, bordet, aksionet, emrin që kam ndërtuar, sepse do të dalë se jam trashëgimtari i vërtet i një pasurie të vjetër, të përlyer me krim. Elira u shtang. Atëherë pse po e bën këtë? Tha ajo. Pse nuk e mbyll këtë histori? Arbeni e shikoi drejt, sepse nuk dua të jetoj më mbi një gënjeshtër. Heshtje, dhe sepse nuk dua të humbas, shtoi ai. Frika e Elirës. Elira u ul ngadalë. Arben, un kam jetuar gjithë jetën në hije, tha ajo. Nëse kjo histori shpërthen, un do të bëhem objekt. Gazetar, gjykata, tha shetheme. Do të mbroj, tha ai menjëherë. Ajo buzëqeshi hidhur. As ti nuk mund të mbrosh gjithçka. Fjalët e saj ishin të vërteta. Dhe Arbeni e dinte. Nëse do, tha ajo me zë të butë, mund ta heq unazën. Të largohem, të zhdukem, dhe ti vazhdon jetën tënde. Ai u ngrit në këmbë menjëherë. Jo, Arben, nuk kam kaluar jetën si jetim që të bëhem sërish frikacak, tha ai me zë të fortë. Premtimi im nuk ishte vetëm për martesë, ishte për të mos ikur. Sytë e Elirës u mbushën me lotë. Një botë që reagon. Të nesërmen, lajmi shpërtheu. Skandal në perandorin Kelmendi, trashëgimtari i vërtet dhe unaza e humbur. Media ishte kudo. Helikopter mbi vil. Gazetar përpara portës. Analistë që flisnin për një histori të errët familjare dhe një shërbyese misterioze. Elira pa veten në ekrane. Ja ku jam, tha ajo me zë të thyer. Pa bër asgjë, jam bër lajm. Arbeni qëndronte pranë saj. Nuk je vetëm, i tha, por presioni u rrit. Bordi drejtues kërkoi mbledhje urgjente. Duhet të zgjedhësh, i than, ose distancohesh nga vajza dhe nga kjo histori, ose ne distancohemi nga ti. Arbeni i dëgjoi pa folur. Pastaj u ngrit. Un jam ai që jam sot, sepse dikush më dha një unaz dhe një shpresë, tha ai. Nëse kjo ju tremb, atëherë nuk kemi më të njëjtin vizion. Ai doli nga salla. Vendimi i Elirës. Atë mbrëmje, Elira e priti në kopsh. Ka marrë një vendim, i tha ajo. Zemra e tij u shtrëngua. Do të dal publikisht, vazhdoi ajo. Do të flas. Do të tregoj historinë time. Jo për pasuri, por për të vërtetën. Je e sigurt? E pyeti ai. Jam lodhur duke u fshehur, tha ajo. Nëse do të digjem, dua të digjem duke qëndruar drejt. Arbeni e përqafoi fort. Atëherë nuk kam humbur asgjë, tha ai, sepse fitova guximin që më mungonte. Një moment para stuhis. Në fund të natës, Elira e shikoi unazën në gisht. Nuk ishte më thjesht kujtim, nuk ishte më sekret, ishte simbol i një zgjedhjeje. Dhe diku, në errësirë, forcat të tjera po lëviznin, sepse jo të gjithë kishin humbur nga arrestimi i Adrian Voskes. Disa ende donin që e vërteta të mos mbjetonte. Do të martohem me ty. Salla e konferencave ishte e mbushur plot. Kamera, mikrofon, gazetar nga brenda dhe jashtë vendit, analist, avokat, njerëz që flisnin me zë të ulët, duke pritur shpërthimin e radhës. Në qendër të vëmendjes qëndronte Elira. Jo më shërbyesja, jo më vajza e padukshme. Ajo kishte veshur një fustan të thjesht, pa luks, pa shkëlqim artificial. Flokët i kishte të lëshuar. Në dorën e majt, unaza ishte ende aty. Arbeni qëndronte pak hapa pasaj. Jo përpara, jo si mburoj.
por si mbështetje. Je gati, i pëshpëriti ai. Elira mori frym thellë. Gjithë jetën kam qenë gati për ditë më të vështira se kjo. Zëri që nuk u ble kurrë. Ajo u afrua drejt mikrofonit. Salla u qetësua. Nuk jam këtu për pasuri, filloi ajo. As për famë. Jam këtu sepse e vërteta ime ka qenë e varrosur për vite. Dhe unë jam lodhur duke jetuar në heshtje. Ajo tregoi gjithçka. Jetimoren, nënën, unazën. Natën e ftohtë, kur një djalë i vogël i premtoi martesë pa e ditur çfarë ishte jeta. Kërcënimet, frikën, aratisjet, vitet e varfërisë. Kjo unaz, tha ajo duke ngritur dorën, nuk është simbol pasurie, është simbol mbijetese. Disa gazetar ulën kamerat, disa fshin syt, rënja e perandorisë. Pas deklaratës, gjithçka ndodhi shpejt. Hetimet u hapën zyrtarisht, pasuritë e vjetra u bllokuan. Bordi i kompanisë së Arbenit dha dorëheqjen njëri pas tjetrit. Titujt ndryshuan. Miliarderi që humbi gjithçka për të vërtetën. Dashuria që sfidoi pushtetin. Arbeni nuk e ndaloi asgjë. Parat vine ikin. Tha ai një mbrëmje, teksa rinte me Elirën në një apartament të vogël larg vilës. Por nëse do të humbisja veten, do të humbisja gjithçka. Elira e shikoi gjatë. Më vjen keq, i tha ajo. Nëse nuk do të isha unë, do të isha ende një jetim, e ndërpreu ai. Vetëm se me kostum. Humbja më e madhe dhe fitimi më i vërtet. Muajt kaluan, pa shërbëtor, pa vila, pa makina luksoze, por me diçka që nuk e kishim pasur kurrë, qetësi. Një mëngjes të zakonshëm, Arbeni u kthye në shtëpi me një kuti të vogël. Nuk është shumë, tha ai, por është e imja, dhe është e sinqertë. Ai u ul në gjunjë. Elira, premtimi im nisi në varfëri. U humb në pasuri, por sot dua ta mbaj si burr. Ai nxori një unaz tjetër. Jo të shtrenjtë, jo luksoze. Do të martohesh me mua. Lotët i rëshitën Elirës pa kontroll. Po, tha ajo, edhe sikur të mos kemi asgjë tjetër. Dasma. Dasma u bë në një vend të vogël. Pa kamera, pa media, pa kontrata, vetëm pak njerëz, pak lule, shumë emocione. Kur prifti pyeti Arbenin, a premton ta duash në varfëri dhe në pasuri? Ai buzëqeshi lehtë. Unë e kam dashur që në varfëri. Kur pyeti Elirën, a premton të qëndrosh me të në çdo rrethan? Ajo shtrëngoi dorën e tij. Unë kur nuk u largova. Epilog. Vite më vonë, një djalë i vogël luante në park. Në dorë mbante një unaz të vjetër, të lidhur me një zinxhir të hollë. Mami, pse ruan kaq shumë këtë? Pyeti ai. Elira u përkul dhe buzëqeshi, sepse kjo unaz na gjeti ku nuk kishim asgjë, dhe na mësoi çfarë vlen vërtet. Arbeni i shikoi nga larg. Ai nuk ishte më miliarder, por nuk ishte më jetim, sepse kishte mbajtur një premtim.